Miqtë e mi, ju përshëndes dhe juftoj sot në një episod të ri të programit Po Zot. Mikesha jon u rrit në jug të Shqipërisë. Ishte adoleshente kur filloi të kërkonte Zotin dhe që nga momenti i parë që shkoi në kish u dashurua me Biblën, librin e jetës. E lexonte me dëshirë dhe me shumë intensitet, sepse donte ta njihte këtë Perëndi që të do pa kushte. Kishte pyetje dhe donte të sigurohej që po ecte në rrugën e duhur dhe Zoti i flet. Dhe ajo i bindet. Dhe kështu ka ecur me Perëndin ditë pas dite, duke konsultuar atë në çdo hap. Ajo do ta plotësojë mozaikun e miqve tanë në një mënyrë shumë unike. Mikesha jon ka zgjedhur të shërbejë në kish për krah bashkëshortit të saj dhe në të njëjtën kohë të shërbejë me kohë të plot në një organizat që mbështet mirëqenien e mira fëmijëve. Një shërbes që kërkon shumë kohë dhe angazhim, shpesh udhëtime larg familjes, por që ajo e konsideron pa aq të rëndësishme sa dhe shërbesën në kish. Rrugtimi i saj përfaqëson zërin e mira grave të krishterë shqiptare, që shërbejnë me besnikëri në kishën lokale, por edhe në vendet e tyre të punës, në bizneset që kanë ngritur vet, apo që i drejtojnë me dëshirën për ta përfaqësuar Krishtin tënjësisht. Ju ftoj sot të ndiqni rrëfimin e besimit të një gruaje që ka zgjedhur të ndërtojë mbretërinë e Perëndisë, të investojë tek të tjerët, pa pritur gjë mbrapsht, të gëzohet me suksesin e tyre dhe me gjërat e mëdha që Perëndia i ka thirrur të bëjnë. Unë jam Artina Morava, Neloj nga vajzëria, lindur dhe rritur në Vlorë, martuar në Korçë, aktualisht pjesë e kishës 180 gradë në Tiranë dhe qyteti Dritës në Vlorë, martuar me Edi Morava dhe kemi një djalë 15 vjeç, aktualisht Mikaeli. Besoj që është në pjesë e natyrës njerëzore që ne të jemi në kërkim të Perëndisë. Edhe që në gjimnaz kam qenë me këto pyetje duke kërkuar Perëndin edhe duke praktikuar besime të ndryshme. Në universitet pastaj kisha disa shoqe të cilat ishin besimtare të krishterë. Dhe ato shkonin në një kishë ungjillore në Vlorë dhe ishin pjesë edhe një organizate të krishterë për studentët. Në fillim isha pak skeptike nga me përfshirjen me to ose në kish, por me kalimin e kohës vendosa që të shkoja në një nga takimet që kisha në Vlorë organizonte në atë kohë. Dhe aty fillova të dëgjoja pak më shumë Perëndin nëpërmjet mësimeve që pastori i kishës në atë kohë ishte duke dhënë, dhe filloi Perëndia të më ngacmonte dhe filloi të më vendoste në zemër dëshirën për të lexuar Biblën. Edhe mbaj mend që në fillimet e mia kur fillova të shkoja në këto takimet në kish, isha njëkohësisht shumë entuziazmuar dhe me uri për të lexuar Biblën dhe lexoja shumë në mënyrë intensive Biblën në vitet e para të besimit. Po njëkohësisht kisha këtë pyetjen që çfarë është duke ndodhur, a është gjëja e duhur, po Perëndia na flet në mënyra të ndryshme sigurisht. Edhe e di shumë mirë se si e dëgjon zemra jonë dhe fryma jonë zërin e tij. Kështu që me mua zgjodhi që të më fliste nëpërmjet një ëndre atëherë, kur kisha këto pikpyetjet, edhe në një ëndër Perëndia më thotë që unë të kam zgjedhur ti je imja. Në atë kohë nuk e dija që ky ishte në fakt një varg në Bibël. Më vonë e kam identifikuar referencën biblike të këtij vargu. Dhe kjo ishte si një vendosje e bindjes në zemrën time që po, ky është Perëndia dhe në këtë ëndrën ishte Jezusi nga qielli duke e thënë këtë gjë, kështu që ishte edhe përgjigja që po, Jezusi në fakt është Perëndia i vërtet që ai më ka zgjedhur dhe të cilit unë duhet t'i përkas. Në fillimet e mia, në fakt në 99-ën, ka qenë viti 99 kur unë kam filluar të eksploroj besimin e krishterë dhe që përkushtova jetën time Jezusit, ishte njëjta kohë ku ishte kriza kosovare, edhe shumë kosovarë në atë kohë vinin në Shqipëri. Edhe besoj që Perëndia e përdori gjithashtu këtë moment edhe zemrën time për të shërbyer dhe për të kujdesur për të tjerët. Unë atë kohë isha duke studiuar për infermieri në të njëjtën kohë, kështu që studimet e mia, profesioni dhe momenti për të kërkuar Perëndin nuk përputhen me këtë mundësinë për t'ju shërbyer një komuniteti në nevojë, që më ndihmoi në fakt që të lidhesha dhe të afrohesha më shumë me persona të tjerë në kishë dhe të kuptoja besimin në praktik.
Jo vetëm në studimet biblike, jo vetëm duke lexuar shkrimet, po edhe besimi në praktik. Edhe kjo më bëri që të ndihesha pjesë e një komuniteti besimi të kishës ungjillore në atë kohë në Vlorë. Dhe besoj që kjo ka qenë shumë e rëndësishme në rritjen dhe në udhëtimin tim me Zotin, që përveç se Perëndia më foli, përveç se unë po lexoja fjalën, përveç se po shkoja në studimet biblike, isha pjesë aktive e komunitetit të besimit në Vlorë. Dhe kjo më ndihmoi që të rritem dhe ishte si shumë organike, patjetër që ka qenë nga Perëndia, po dhe organike në termat njerëzor, përfshirja ime dhe të ndiherit pjesë e këtij komuniteti. Që ka qenë një udhëtim shumë i natyrshëm në fakt. Nuk i vendos dot milestones ose data që ka ndodhur kjo në këtë kohë ka qenë shumë organike dhe shumë kronologjikisht ka ndodhur shumë natyrshëm. Kriza kosovare në fakt, përveç se më dha mundësinë që të ndërveproja me besimtarët e krishterë të tjerë në qytetin e Vlorës, mesazh tjetër që kuptova në të kohë ishte mundësia ose opsioni që kishin të krishterët për të ardhur bashkë. Edhe ndryshe nga pjesa tjetër në kulturën tonë, ku njerëzit kanë tendencën që t'i bëjnë gjërat vetëm, kanë tendencën që të shikojnë atë interesin e vet. Kriza kosovare në një farë mënyrë i detyroi kishat edhe shqiptarët që të vinin bashkë për të shërbyer një komuniteti tjetër, që patjetër ishte një komunitet shifolës, vëllezër dhe motra, po ishte një komunitet në nevojë, kështu që ajo që Perëndia më mësoi në atë kohë është rëndësia e të qenit bashkë dhe të shërbyerit për krah të tjerë, sepse gjërat e mira dhe të rëndësishme nuk ndodhin dot vetëm dhe nuk ndodhin dot pa praninë e Perëndisë në mesin tonë. Pyetja se si na drejton Perëndia besoj është pyetja kyç. Pyetja kyç e udhëtimit tonë me Perëndisë, sepse ka vendoset aty bindja edhe besimi ynë ndaj Perëndisë, i cili duhet të na drejtojë jetën tonë. Edhe sigurisht që ka pas shumë momente që më është dashur që të ndaloj më seriozisht për të dëgjuar Zotin se çfarë drejtimi do të marr, cilin shteg të jetës duhet të marr. Që ka të bëjë ndoshta me karrierën, ka të bëjë me edukimin, ka të bëjë me marrëdhënien me martesën apo me edukimin e fëmijëve. Ka shumë momente të cilat Perëndia patjetër më ka folur shumë qartë sepse unë kam pasur nevojë për qartësi në vendimet që duhet të merrja. Ndoshta një nga vendimet më të hershme që unë mbaj mend që kam marrë, që kam qenë besimtare shumë e re, atëherë duhet të kem qenë 2-3 vite besimtare. Ne ishim një grup shokësh dhe shoqësh, të cilët ato ishin persona të cilat në një farë mënyrë më prezantuan mua me Perëndin, të cilët vendosim që do bënim dokumentat për të shkuar dhe për të punësuar në Itali. Dhe sigurisht ishim të gjithë bashkë, përkthyem kurrikulën, bëm gjithë dokumentat, morëm lejen e punësimit në Itali. Dhe mbaj mend si tani momentin kur unë kam shkuar dhe kam marrë tek posta këtë dokumentin, zarfin që më jepte mua të drejtën të shkoja menjëherë me një kontratë pune në Itali. Dhe që në moment kam thënë Zot, a është gjëja që unë duhet bëj? Dhe kam pas një bindje shumë të fortë në zemrën time që jo, kjo nuk është gjëja që duhet të bëj. E mora atë dosjen, e kam futur në sirtar dhe kisha këtë siguri në zemër që Perëndia po më thoshte që ti duhet të qëndrosh këtu. Nuk të kam për në Itali, të kam për në Shqipëri dhe vendosa pastaj u punësova në Spitalin e Vlorës dhe se si Perëndia hapi rrugët. Ka pas momente të tjera kur më është dashur t'i them jo ose po diçkaje, pavarësisht se mund të ketë qenë shumë e mirë për t'u bërë, ose në të njëjtën kohë mund të ketë qenë diçka e vështirë për ta bërë, por unë kam thënë po sepse Perëndia më ka thënë po. Mund të tregoj gjithashtu një moment tjetër, mendoj ka qenë viti 2012-2014, bashkë me bashortin jetonim në Korçë dhe drejtonim një kishë në Korçë. Unë isha duke punuar në atë kohë dhe lëvizja shpesh nga Korça në Tiranë, në Elbasan, jetoja kryesisht në Tiranë dhe Elbasan, ndërkohë që im shoq dhe djali në atë kohë 4 vjeç që jetoni në Korçë. Edhe shumë nga pastorët madje në Korçë i thoshin Edi që Samir ju jeni të fejuar, do me thënë të vjen gruaja vetëm në fundjavë, por për mua kjo ishte shumë e vështirë për ta përballuar emocionalisht, fizikisht ishte e lodhshme. Edhe isha duke kërkuar shumë Zotin, o Zot, a është kjo puna e duhur që duhet të bëj? Edhe Zoti në zemrën time dhe në mënyra të ndryshme më tha, sigurohu që nuk heq dorë, derisa të shikosh frytet e asaj që unë kam vendosur në ty. Nuk më bënte kuptim në atë moment. Për mua ishte diçka kundër fuqisë time për ta bërë, gjithsesi u binda.
Edhe ndodhi që vetëm një vit më vonë, im shoq mori vendimin që të lëvizim në Tiranë. Ne nuk ishim diskutuar fare një gjë të tillë, nuk ishte fare në planet tona. Rrethara ndodhen në mënyrë të tillë që im shoq vendosi që të lëvizte në Tiranë. Dhe atëherë e kuptova pse Zoti më tha, sigurohu që nuk heq dorë, sepse e dinte që ne do të zhvendoseshim në Tiranë. Para se të merrja këtë vendimin që a do të vazhdoja me këtë punën apo do bëja diçka tjetër, sigurisht që isha duke kërkuar Zotin sepse më ishte bërë pak e lodhshme situata fizikisht. Dhe isha në një hotel që qëndroja zakonisht kur qëndroja në Tiranë. Edhe kisha në zemrën time këtë bindjen që okay, nuk duhet të hiqja dorë, por prap nuk isha e sigurt për shkak të lodhjes, edhe për shkak të largësisë fizike me Mikaelin edhe me Edin. Edhe një darkë duke u lutur edhe duke u munduar me këtë vetminë e Tiranës. Tirana e zhurshme, po kur je larg familjes duket e vetmuar. Si Perëndia duke lexuar Biblën edhe duke lexuar disa shënime të mia, dëgjoj këtë shënimin që kisha thënë, sigurohu që nuk heq dorë. Dhe në të njëjtën kohë, kur kthehem në Korçë, unë zakonisht marr një kohë që ulem në zyrën time ose në shtëpi ose në varësi të ku ndodhem, edhe më pëlqen që t'i shënoj mendimet edhe të procesoj duke shkruar. Edhe isha duke shkruar në ditarin tim notebook që rëndësi ka. Edhe duke shkruaj, duke thënë o Zot, çfarë do që të bëj me këtë situatën? Duket sikur po më thua që mos të heq dorë edhe të sigurohem që derisa të shikoj frytet e saj që jam duke mbjell të ndodhin. Edhe duke shkruar të gjën, edhe Perëndia më thot, mos lëviz, mos hiq dorë, vetëm zgjerohu. Zgjerohi gjërat që je duke bërë. Extend, sepse ishte në anglisht mënyra e drejtë për desi Zoti më foli. Edhe shkruajta këtë gjë, mos lëviz, vetëm just extend. Ishte një gjë tërë shiologjike. Çuditërisht shumë pak mbas asaj kohe, personat tek puna ime marrin vendimin që do bëje një riorganizim dhe mua do më duhej që të drejtoja një skuadër më të madhe, që praktikisht ishte një zgjerimi i portofolit tim të punës. Perëndia e konfirmoi këtë gjë që më bindi në zemrën time që po, kjo është gjëja që duhet të bësh. Po praktikisht përveç se mund të jetë një ëndër, përveç se mund të jetë duke shkruajtur, përveç se është duke më folur në mendjen time dhe në zemrën time Perëndia, mbi të gjitha është ajo paqja në zemër që ne kemi kur e dim që bëjmë gjën e duhur. Mendoj që është te Koloksianët ky vargu që thotë nëse zemra juaj nuk u dënon, kush do t'ju dënoj? Dhe kjo aplikohet edhe për vendimet që ne marrim. Nëse zemra jonë është në paqe dhe nuk na dënon që jemi duke bërë gjë e gabuar, kush tjetër mund të na dënoj? Edhe këto janë ato mënyra se si unë e procesoj udhëtimin tim dhe vendimet e mia me Perëndin. Mund të ndaj ndoshta edhe mënyrën se si kam marrë vendimin për t'i thënë po Edit dhe për martesë. Që shpeshherë ju them të rinjve që vendimi për martesë ose gjithmonë ju them të rinjve është nga vendimet më të rëndësishme që njeriu merr në jetë. Sepse vendimi për edukimin, okay, more një diplomë të gabuar, do bësh një studim tjetër dhe e korrigjove karrierën me 3 vite të humbura, le themi, ose 4 vite. Por vendimi për martesë ka më shumë pasoja nëse merr vendimin e gabuar. Dhe me Edin më ka marrë pak kohë që të procesoj derisa ti them atij po. Edhe atëherë isha duke marrë krahas lutjes, isha duke marrë edhe një kohë agjërimi. Edhe shpeshherë agjëroja, ndërkohë që isha duke e takuar Edin dhe duke e konsideruar. Dhe Zoti më thot një ditë në verë duke u lutur në zemrën time që Edi ka një zemër sipas zemrës time. Edhe më kujtua në fakt që kur isha studente, mendoj gocat përgjithsisht do të dhe çunat, por nuk e di si funksionojnë çunat kur janë veçar. Po gocat diskutojnë me njëra tjetrën që okay, si duam që të duket bashorti ynë, edhe disa përshkruanin pjesën fizike, disa tipare të ndryshme, disa karakterin. Dhe unë nuk kisha një listë, kisha vetëm këtë kriter, një person që të doj Zotin.
Edhe Zoti ma kujtoi këtë gjën që praktikisht kjo është ajo që ti do dhe ky personi e ka. Tani unë nuk e mora vendimin me njëherë pasaj, se më mori dhe një 9 muaj të tjerë që të bëja çek. Po ishte një moment tjetër interesant kur personi që më vendosi mua në kontakt me Edin, ose deri diku më nxiti që ti thoja po ftesës së Edit për kafe. Edhe më shkruan ky personi, Peter e ka emrin, dhe më thot, Artina, si thua, ke rënë në dashuri me Edin? Dhe unë i them jo, sepse nuk isha këto flutra që thonë për dashurin. Jam person pak racionale dhe doja që të logjikoja, të merrja një vendim të pjekur. Edhe i them jo, dhe pastaj me njëherë në moment kujtohem, them, po çfarë është dashuria? Dhe më kujtohet një Korintasve 13 që thot dashuria është e durueshme, nuk bën në dukje, nuk kërkon të sahet. Dhe thash, në fakt, këto jam duke i bërë, domethënë që kanë filluar, mos të vëre, mos të kërkoj të mijat. Kështu që sipas Biblës kam rënë në dashuri, domethënë jam duke ecur në dashuri. Edhe patjetër që është e vërtetë që kur ne bëjmë zgjedhjen për personin e jetës, nuk duhet thjesht të bihemi dashuri, duhet të ecim në dashuri, që është një udhëtim për gjithë jetën që ne të mos vëmë në dukje, mos të kërkojmë të tonat, edhe çdo ditë edhe kuptova në fakt që po ecja në dashuri ose kisha rënë në dashuri. E para të kuptojmë që nuk ka të bëjë me ne. Bota nuk rrotullohet rreth Artinës apo rreth një individi. Ka gjëra më të rëndësishme se thjesht të kujdesemi për lëndimet, për emocionet tona të vogla, kundrejt marrëdhënies me të tjerët. Kështu që të ecurit në dashuri duhet të kuptojmë këtë gjë që nuk është vetëm rreth meje. Duhet të kuptojmë së dyti dhe më e rëndësishmja është që të ecësh në dashuri do të thotë të sakrifikosh, sepse Krishti këtë bëri në fakt. Ai eci në dashuri, eci drejt kryqit duke sakrifikuar, dhe këtë e bëri sepse na donte ne. Dhe të duash do të thotë që duhet të sakrifikosh, duhet të falësh, duhet të mos vësh re, duhet të mirë kuptosh, duhet të duash të mirën e personit tjetër, pavarësisht situatës. Dhe nuk është e lehtë, e kuptoj që nuk është e lehtë dhe shpesh herë thua që më fal, mos jam duke tepruar, mos jam duke i rënë në qaf vetes, mos jam duke hapur rrugën më shumë se ç'duhet që të hap rrugën në marrëdhënie me të tjerë, duke qenë deri diku tolerant ndaj veprimeve që të tjerët bëjnë. Po nëse mendon në fund të ditës se kjo është një gjë që Perëndisi pëlqen, edhe në zemrën time do të thot paqe, ja vlen sakrifica dhe mundimi që të hapësh rrugët për të tjerët. Kjo nuk do të thotë që ti lejosh të tjerët pastaj të shkelin me këmbë, sepse kjo mund të kërkoj që edhe ti të ndërpresësh ca marrëdhënie dhe ta kesh rrethin e aty personave të cilët ti ndërvepron ngusht më të vogël. Kjo nuk do të thotë që okay, patjetër personat mund të bëjnë çfarë të duan me mua dhe unë vazhdoj që të bëj të njëjtin rrugëtim me ta dhe t'ju besoj të njëjtën gjë ose t'ju mirëbesoj në të njëjtën mas, sepse dashuria dhe mirëbesimi për mendimin tim janë dy gjëra të ndryshme. Mund ta dua personin, mund të sakrifikoj për atë, por jo domosdoshmërisht i mirëbesoj gjërat që mund të jenë të rëndësishme më të ngushta apo udhëtime të ndryshme të jetës, qoftë profesionale, qoftë personale, dhe fillon që të ndahen rrugët, që na shkon te kjo që Krishti na mëson që nuk mund ta bësh zgjedhën, rrugën me një person, domethënë ti do jesh në një zgjedhje me një person i cilin ti bie dakord. Dhe duhet të biesh dakord që të ecësh më gjatë. Por në fund të ditës përgjegjësia është që të falim edhe të duam dhe të duam më të mirën për ata. Edhe ka plot persona që patjetër me cilët unë nuk bie dakord, ndoshta dhe më kanë lënduar, po zgjedh që të lutem për ata dhe t'i bekoj para Perëndis, pavarësisht se ndoshta nuk bie dakord, edhe kjo është okay. Jo me të gjithë do bihemi dakord. Është interesante në fakt si aspekt për të trajtuar ku qëndron balanca mes karrierës, familjes edhe shërbesës ndaj Perëndis, sepse mua më duhet që t'i bëj të treja, dhe natyra njerëzore, patjetër dhe natyra ime është që të treja dua t'i bëj mirë. Realiteti është që patjetër që nuk mund t'i bësh të gjitha shumë mirë në çdo lloj kohe, kështu që të duhet që të krijosh një lloj ritmi dhe të shikosh, okay, ka një kohë për karrierën, ka një kohë për familjen, ka një kohë për Zotin. Patjetër që mund të ketë individ që gjykojnë që okay, Artina, pse nuk fokusohesh më shumë te familja, pse nuk fokusohesh më shumë tek shërbesa, dhe në kundërshtrimin e tyre ata mund të kenë të drejtë. Gjithsesi, unë e di në zemrën time që kjo është ajo që Zoti do që unë të bëj,
dhe shikoj punën që jam duke bërë si shërbes gjithashtu, dhe kjo më gëzon dhe më jep energji. Se nëse do ishte thjesht një punë si clerical që thjesht bën punën për pagesën, mendoj që do kisha hequr dorë me kohë. Ndërkohë që isha duke marrë të vendimin që përmenda në 2014, në 2015 më kujtoha diçka tjetër, ndërkohë që isha duke folur me tim shoq që lidhet me këtë pyetjen e balancës familje, pune dhe shërbes. Edhe i thash tim shoqja, ja vlen Edi që të vazhdoj me gjithë të gjën, edhe Edi tha, a do ishe gati të ishe dorë nga të shërbyerit 50.000 fëmijëve? Në atë kohë, kaq ishte numri që ne i shërbenim dhe ndër vite me World Vision ku unë punoj, ky është numri i fëmijëve që ne i shërbejmë anë mban Shqipërisë. Edhe në fakt nuk isha gati që të hiqja dorë nga të bëri diçka që ndikonte jetën e 50.000 fëmijëve në mënyrë direkte apo indirekte. Kështu që secili e di në zemrën e vet dhe i bën llogarit vet çfarë gjëja e duhur. Dhe nuk ka diçka të ndarë. Unë dua që djali im të kuptojë që t'i shërbyerit Perëndit është sakrificë dhe mund të jetë ajo brenda kishës apo jashtë kishës apo edhe në familjen nëse ka nevojë për një kohë familja. A do të thotë kjo që nuk ka kjo një lloj ndikimi te familja dhe koha ime në familje mund të ishte më mirë? Patjetër që ka, dhe për të i lutem Zotit për hirin e tij veçanërisht me Mikaelin, që ai ta kuptojë që ato mangësi që ai mund ketë pasur ose nevoja që ka pasur kur unë s'kam qenë aty, Perëndia t'ja plotësoj. Kjo është e vetmja gjë që e sjell zemrën time në paqe, duke ditur që Perëndia plotëson boshllëqet dhe kur ne jemi dhe kur ne s'jemi. Se në fundit ai mund të shkojë në ato zona të jetës son ku askush nuk shkon. Dhe besoj të njëjtën gjë që ai është duke bërë me Mikaelin apo me Edin, kur unë nuk jam aty, apo me prindrit e mi kur unë nuk jam me ata. Se s'është vetëm familja ngushtë, është edhe të afërmit e tjerë për cilët kemi detyrime. Prindrit, vjeri, vjera. Në 2017 kemi vendosur që të mbjellim një kishë në Tiranë me tim shoq. Kishim disa opsione për ku do të nisnim kishën. Kishim një opsion për të nisur diçka në periferi të Tiranës, ose diçka në qendër të Tiranës, dhe ishim duke diskutuar opsionet, ose në qendër të Tiranës, ose në periferi. Në anonte peshorja dhe analiza nga diçka në qendër të Tiranës. Këtë e kishim më të sigurt në zemrën tonë. Gjithsesi, për një moment ishim duke diskutuar cilat janë lagjet, cilat kanë nevoja, komunitete në nevojë. Dhe ishim duke konsideruar një nga lagjet që ka komunitet në nevojë, pak në periferi të Tiranës. Dhe ishim duke bërë deri diku plane për këtë zonën me njëri tjetrin, pa bërë asgjë konkrete. Edhe në këtë rast, në fakt, çuditërisht Zoti zgjodhi të më fliste nëpërmjet një ëndre. Dhe ishte e çuditshme që në ëndër unë isha duke tek stacionit e 7 Xhuxhat, nëse e keni parasysh. Edhe duhet të merrja një urban që ishte Unaza e vogël. Urbanin e Unazës së vogël. Dhe në fakt gabimisht marrë një urban që të çonte në periferi të Tiranës, ku nga Shkollza, andej se nuk ose më bie shumë rruga në atë zonë. Dhe e gjej veten në këtë stacion të fundit, në periferi të Tiranës. Edhe them, o Edi, po unë jam në stacionin e gabuar, ne jemi në stacionin e gabuar. Edhe Edi thot, s'ka problem, se kemi kohë për të kthyer në qendër. Edhe ngrihem në mëngjes dhe i them Edit, kam parë të ëndrrën, mendoj, besoj që ka të bëjë me qendrën e Tiranës. Edi tha, unë e dija, tha, gjithmonë tha që duhet të bëni diçka në qendër të Tiranës, po meqense ti ishe duke konsideruar komunitetet në nevojë dhe po mendoj diçka në periferi, okay, e diskutuam si opsion. Kështu që përveç se Perëndia na flet drejt për drejt, dhe në këtë rast mua folim nëpërmjet ëndrrës, na flet edhe nëpërmjet personave që ne i kemi të rëndësishëm në jetën tonë. Shpesh ne mendojmë që është marrëdhënia jonë vetëm me Zotin që vendos. Edhe mbi këtë bazë ne duhet vendosim. Perëndia na vendos njerëz në shtegun tonë, që mund të jenë autoritet në jetën tonë, autoritet frymëror apo të formave të ndryshme, po edhe persona që dëgjojnë Zotin edhe luten për ne, cilat mund t'i flasin jetës tonë. Dhe në këtë rast unë duhet kisha qenë pak më e vëmendshme për ta dëgjuar Edin, që kur ai mendonte, ndërkohë që ai mendonte për diçka në qendër, nuk duhet ta konsideroja diçka në periferi për shkak të nevojës së komunitetit, për shkak se unë di si të punoj me njerëzit të nevojë, dhe të konsideroja diçka në periferi. Kështu që kjo ishte një situatë tjetër që
se si Perëndia më foli për një vendim që ishte i rëndësishëm dhe ne tani kemi kishën. Në qendër te Pazari i Ri, ngjitur me një market te Pazari i Ri, më në qendër nuk bëhet. Jam aktualisht në një situatë të tillë, po kam qenë shpesh në situata të tilla kur na duhet që të marrim vendime për fëmijët e tanë. Është një përgjegjësi që Perëndia na jep, na i beson fëmijët tanë që derisa ata të maturohen në Zotin, në mendjen e tyre emocionalisht, ne kemi përgjegjësi që të marrim vendime për ata. Dhe është përgjegjësi shumë e madhe. Përgjegjësi me hirin e Zotit nuk kemi pasur sfida të mëdha me Mikaelin. Sepse patjetër mund të ketë familje që kanë sfida serioze shëndetësore apo të ndryshme. Kemi pasur, po të menaxhueshme, jo madhore. Ndoshta momentet më kyç në lidhje me udhëtimin e Mikaelit ka qenë pjesa e edukimit të tij. Kur kemi ardhur në Tiranë, Mikaeli ishte vendosëm në kopësht që e kishim afër shtëpisë, kryesisht për arsye praktike. Dhe qëndroj aty për gati një vit. Diskutuam që do shkonte në parashkollor, tham ok, ndoshta e qëndrojmë këtu që mos të bëjmë ndryshim, për shkak se erdhi nga Korça në Tiranë, një ndryshim tjetër do ishte pak, ndoshta shumë për të. Dhe dakord të sum me tim shoq, duke folur dhe me Mikaelin që po do të qëndroj në këtë kopshtin. Zgjohem në 3-4 të mëngjesit me një shtys shumë të fortë, duhet të ndryshosh kopshtin e Mikaelit. Ishte jo logjike, nuk e kishim diskutuar, ishte fillim shtatori, i them Edit, kam këtë gjën, kam këtë si urgjencën që duhet të konsiderojmë ndryshimin e kopshtit të Mikaelit. Ne diskutojmë, Mikaeli ishte akoma i vogël, 5 vjeç, nuk është se mund të... Gjithsesi tha, okay. Dhe filluam që të kërkonim për kopshte parashkollor të ndryshëm, ishte madje dhe do fillonte shkolla atëherë, ishte mezi shtatorit, gati duke filluar shkollat dhe kopshtet e mira ishin përgjithsisht janë të mbi populluar dhe nuk ishte shumë hapësirë. Dhe shkojmë tek një kopësht që ishte parashkollor, që ishte shumë më afër shtëpisë tonë nga sa ne e kishim menduar, por nuk e kishim eksploruar fare si opsione, dhe për shkak se s'kishim opsione të tjera, zgjedhim që të shkojmë aty. Si parantez, pavarësisht sepse fëmia mund të jetë i vogël, besoj që Perëndia i flet zemrës së tij gjithashtu. Dhe ai e di në zemrën e vet dhe në mendjen e vet që është gjëja e dur apo jo për atë. Kështu që ne Mikaelin në çdo vendim për atë e kemi marrë dhe ka qenë pjesë e vendimit. Kemi shku te ky kopshti, e ka parë dhe në momentin që kemi hyrë dhe kemi takuar drejtoreshën e ka kuptuar që ky ishte kopshti që Mikaeli donte, sepse Mikaeli filloi të ndërvepronte, të bënte pyetje. Ku është kuzhina, apo ku është mësuesja, apo ku është klasa ime, dhe pyetje praktike, që fillova të kuptova që Mikaeli e shikonte veten në atë mjedisin, që nuk ishte bërë fare këto pyetje në asnjë opsion tjetër kur ne kishim vajtur, se kishim parë disa opsione. Dhe sigurisht e dolëm që aty u diskutuam me Mikaelin, Mikaeli tha po më pëlqen dhe shkoj aty. Të njëjtën situatë kemi pasur kur ka filluar klasën e parë. Kemi parë 3-4 opsione, si kemi funksionuar zakonisht, ne bëjmë një listë me opsione, 3-4 shkolla, i tha Mikaeli, ke këto 4 shkolla, opsione që ne gjykojmë të përshtatshme për ty, do t'i vizitojmë të gjitha opsionet, do ulemi të 3, mbas si të shkojmë, do pim një kafe, do ham diçka dhe do flasim, pse na pëlqen, pse s'na pëlqen dhe do vendosim çfarë na pëlqen. Dhe te opsioni që Mikaeli shkoi në klasën e parë, shkuam gjithashtu dhe shkolla çuditërisht ishte në ndërtim. Ishte llaç, tulla, çdo gjë ishte një rrëmujë e madhe. Gjithsesi ne shkuam, takuam drejtoreshën, shkuam tek pam infrastrukturën fizike, ulëm me Mikaelin dhe i tham drejtoreshës se shikoni do të flasim dhe është Mikaeli që do të vendosi. Sigurisht që drejtoresha ishte pak kështu skeptike dhe tha si ka mundsi një fëmijë 6 vjet do vendosi tani për shkollën. Si unë i thashë ne kështu i bëjmë punët, që duhet të bijemi të 3 dakord për shkollën e Mikaelit. Ulemi në kafe, Mikaeli thot kjo, nga të gjitha që kemi parë, kjo më pëlqen. Ne marr drejtoreshën dhe i them që Mikaeli vendosi për aty. Ajo mendja e saj nuk e perceptonte dot që si një fëmijë 6 vjet lejohej që të merrte një vendim të tillë. Dhe çuditërisht për shkak të kësaj përqasje ndryshe në udhëtimin e saj profesional,
I dha Mikaelit mundësinë që ai të zgjidhte mësuesen. Kishte 2 klasa të para, Mikaeli pati privilegjin që të takonte të 2 mësueset dhe ishte ai që do zgjidhte cilën mësuese donte. Nuk përcaktoi shkolla mësuesen. Kështu që me fëmijët është shumë e rëndësishme që ata janë pjesë e vendimmarrjes. Para sepse ata kuptojnë se si të marrin vendimet, ato kriteret për të marrë vendimet, kuptojnë që duhet të dëgjojnë Perëndin për vendimet dhe kuptojnë që përgjegjësia në fundit është e atyre. Kur janë të vegjël me opsione të kufizuara, kur rriten pak, fillon ju hapen. Kanë më shumë opsione që të marrin vendimet. Personalisht më duket e lehtë për ta dëgjuar Zotin sepse kam pas një marrëdhënie të tillë me Perëndin që kam arritur që ta dëgjoj, por nuk do të them që nuk është e vështirë, mund të jetë sfidë për disa persona. Shumë e rëndësishme të t'i kujtojmë vetes gjithmonë që Perëndia na flet në mënyrën si ne e dëgjojmë atë. Sepse fjala e Perëndisë thotë që ai është bariu i mirë. Dhe një bari i mirë di si ti flasi deleve të tij në kontekstin e bariut, po një atë i mirë gjithashtu di si t'u flasi fëmijëve të vet, edhe fëmijët dinë si ta dëgjojnë zërin e Perëndisë. Kështu nëse ke të vështirë, dikush e ka të vështirë të dëgjojë Zotin, e para dhe më e rëndësishme, shumë e rëndësishme është që të njohë fjalën e Tij. Në momentin që ne e njohim shkrimin, fjalën, e lexojmë Biblën dhe ta njohim fjalën, do të thotë që ne ta lexojmë Biblën. Ta lexojmë Biblën rregullisht, jo kur na duhet për ta lexuar, po ta lexojmë Biblën rregullisht. Në momentin që ne e njohim shkrimin dhe fjala e Perëndisë në zemrën tonë, fryma jonë është në gjendje që të peshojë nëse vendimi që po marrim është i gabuar apo është i drejtë. E ka përdorur dikush të analogjinë kur ka të bëjë me leximin e librave, që thotë unë lexoj librat, por nuk më ngelet asnjë gjë në mendje. Edhe ai thotë kështu që okay, të lexuar librin është si të hedhësh ujë në një shosh, që duket sikur nuk ngelet asnjë gjë në shosh, po mbas një kohe të gjatë shosha patjetër që do jetë bërë më e pastër dhe e ka ndryshuar pak ngjyrën edhe duket ndryshe për shkak thjesht të ujit që kalon. Dhe është e njëjta gjë me fjalën e Perëndisë. Mund të duket kur ne lexojmë shkrimin dhe Biblën, sikur nuk na ngelet asnjë gjë, sikur është pa kuptim. Po në kohën e duhur, Perëndia do e përdori atë të vërtetën e mbjellë në zemrën tonë, kur ne na duhet për të marrë vendime. Dhe e dim që se është e gabuar apo është e drejtë. Kështu që kërkoje Perëndin së pari në shkrimin në fjalën e Tij, kur duhet të marrësh vendime dhe mos merr vendime që bien në kundërshtim me fjalën e vet. Kjo me fjalën e Perëndisë, kjo është shumë e thjeshtë, është shumë praktike. Le të themi nëse do duhet të bësh diçka që është e paligjshme ose që ka pikpyetje nëse është korrekte ose jo, ligjërisht, nëse shkrimi thotë mos e bëj. Unë kur kam qenë punuar në sallën e operacionit, ne dim shumë mirë si funksionon në shoqërinë tonë që është e natyrshme që të gjithë të marrin lek dhe të marrin bakshishe nga pacientët, profesionistët e shëndetësisë, që unë me cilën nuk bie dakord. Kur isha besimtare re një vit, nuk është se e kuptoja këtë gjë, po duke lexuar Biblën, kuptova që në fakt kjo s'është një gjë për aq kohë sa s'është e lishme, s'është në rregull dhe mora më njëherë vendimin që shikoj se unë këtë gjë nuk do ta bëj. Dhe për këtë arsye unë hoqa dorë nga mjekësia sepse nuk e përballoja dot një stil të tillë të punuarit. Kështu që shkrimi praktikisht e thot shumë qartë çfarë është e drejtë dhe çfarë është e gabuar. Prej gati 20 vitesh unë punoj me World Vision, një organizatë që ka në fokus të rinjtë dhe fëmijët, edhe patjetër komunitetet në nevojë. Vitin e kaluar ne realizuam një studim në fakt që maste nivelin e shpresës mes të rinjve në Shqipëri, kryesisht atyre që besojnë te Perëndia. Dhe rezultoi që vetëm 25% e të rinjve, adoleshentëve apo të rinjve, shprehnin që kishin shpresë. Kështu që niveli, një nga nevojat më të mëdha që të rinjtë në Shqipëri kanë aktualisht është mungesa e shpresës. Ndihen që nuk kanë shpresë për të ardhmen, nuk do ja dalin dot, nuk kanë besim te institucionet, po niveli i shpresës shumë i ulët, domethënë vetëm 25% dhe këtë e dëshmojmë edhe në përditshmërinë tonë, ku flasim me të rinj që kanë shprehje të tilla që kjo nuk bëhet, tu nuk dilet, nuk ja gjej dot anën. Këshilla ime do ishte që mos të jemi si bota
si ata që nuk kanë shpresë, sepse ne shpresën e kemi tek Perëndia, nuk ka rëndësi se si duket situata për çark. Ajo e ardhmja jonë dhe jeta jonë, destinacioni ynë, karriera jonë, apo çfarë ndodh me familjen tonë dhe me jetën nuk përcaktohet nga çfarë ndodh aty jashtë, përcaktohet nga vetë Perëndia. Mund të marr shumë shembuj në Bibël, po le të themi, nëse i referohem historisë së Ruthit, për shembull, është një nga historitë edhe të Naomit. Naomi dhe Ruthi, Naomi u largua nga Izraeli për të shkuar në një vend duke menduar që aty duke shpresuar që do kishte më shumë të ardhme. Por në fakt, aty humbi bashortin, humbi djemtë e vet, dhe e gjeti shpresën edhe të ardhmen përmes trashëgimisë së vet deri te Davidi dhe deri te Krishti, kur u kthye në tokën në vendin e vet, dhe Ruthi u martua me Boazin. Kështu që aty ku duket që nuk ka fare shpresë, Perëndia mund na japi ne shpresë. Kështu që ose qëndrojmë në Perëndin, ka shpresë. Dhe kjo është këshilla ime dhe inkurajimi im për të rinjt. Që mbajeni sytë e Perëndia sepse aty gjendet shpresa. Mos shpresoni te mundësitë për punë, te sa të ardhura mund të keni në muaj, te karriera apo në opsione të tilla. Nuk janë kjo shpresa vërtet. To të gjitha janë shumë, po shumë të përkohshme kundrejt shpresës që ne kemi në Perëndin. Patjetër ka nevoja të tjera që të rinj shprehin, nëse flasim në aspektin fizik, pa punësueshmëria, niveli i lartë i migracionit, që shumë të rinj duan që të largohen nga Shqipëria, mos përputhja aftësive të tyre me tregun e punës, që nuk din çfarë të studiojnë. Nuk do hyj sqarimeve teknike, shpjegimeve teknike për këto aspekte, por në momentin që ne i mbajmë sytë e Perëndia dhe dëgjojmë Zotin për ne, sigurisht që ai do të na japi drejtimin e duhur, punën e duhur, vendin e duhur ku të jetojmë dhe të ushtrojmë ato dhunti që Perëndia ka vendosur në ne. Diçka që e kam shpesh në zemrën time, dhe të cilën e shikoj shumë të vështirë ose sfidë për shumë persona, ato që besojnë asa ato nuk besojnë, është tendenca që ne kemi si njerëz, që ne mendojmë dhe vendosim veten në pozitën që unë ditë i bëj të veproj më mirë, të marr vendimet më të duhura dhe të jem më mirë se të tjerët. Edhe shpeshherë kjo mund ta vendosi ne edhe si të krishterë në një nivel konkurrence, krahasimi, apo dëshire për të pasur një pozitë të caktuar në shoqëri apo në kishë apo kudo qoftë. Edhe në Shqipëri fatkeqësisht jemi në këtë situatë shpeshherë dhe e gjej në mjedise të ndryshme të shfaqet një situatë e tillë. Ajo që unë mendoj dhe besoj në zemrën time është që nuk ka rëndësi se sa mirë ti i bën gjërat, dikush tjetër mund t'i bëj gjërat gjithmonë më mirë se sa ty. Roli yt nuk është që ti të pengosh të tjerët, roli yt është të ndihmosh të tjerët dhe pse mund të jenë më mirë se sa ty. Dhe kjo është ajo që unë aplikoj në të përditshmën time, në punë apo në kishë. Dua që persona të tjerë, në qoftë se janë më të aftë se unë, le të jenë më të aftë se unë. Dhe mua kjo në vend që të më intimidoj dhe të më pengoj, më kënaq, më gëzon dhe më inkurajon sepse po ndihmoj dikë tjetër që të përmbushë planin që Perëndia ka për të. Nuk jemi thirrur për pozitë, jemi thirrur që të bëjmë planin që Perëndia ka për jetën tonë dhe dua që të inkurajoj të rinjt, po edhe drejtuesit shqiptar. Mos u intimidoni nga suksesi të tjerëve. Gëzohuni nga suksesi të tjerëve. Nuk ka të bëjë me mua. Ka të bëjë me atë që Perëndia është duke bërë në këtë vend. Dhe unë dua të bëj pjesën time. Dhe nëse është një gjë e vogël, atë duhet ta bëj me besnikëri dhe të gëzohem me gjërat e mëdha që të tjerët Perëndia ka thirrur t'i bëjnë, pse jo. Nuk është gjithmonë e lehtë të shohim suksesin e të tjerëve pa ndier xhelozi. Shpesh kur dikush bekohet, zemra jon mund të përshpërisë. Pse jo unë? Kështu smira na vjedh gëzimin. Kur krahasojmë veten tonë me të tjerët, me shtëpitë e tyre, me pushimet, me arritjet profesionale, harrojmë të falenderojmë Perëndin për atë që kemi. Në vend që të gëzohemi me ata që kanë sukses, fillojmë të shohim me pakënaqësi, e nxitur e gjitha nga zilia. Por fjala e Perëndis tek letra e Romakëve na thotë: gëzohuni me ata që gëzohen. A mund të gëzohemi sinqerisht kur dikush tjetër fiton?
Ky është vërtet një test i zemrës tonë. Kur investojmë dashuri, lutje dhe kohë në jetën e të tjerëve, suksesi i tyre bëhet edhe suksesi ynë. Atëherë gëzimi ynë nuk kufizohet vetëm tek bekimet personale. Lumturia jonë do të mbetet e vogël nëse dim të gëzohemi vetëm për veten tonë. Por kur mësojmë të gëzohemi për familjen, për miqt, për fëmijët, për kolegët dhe madje edhe për njerëzit që janë larg nesh, zemra jonë bëhet e madhe, zgjerohet. Sa më pak snirë të ketë në zemrën tonë, aq më shumë vend do të ketë për gëzim të vërtet dhe të plot. Le t'i kërkojmë Zotit sot një zemër të pastër, një zemër që vetëm bekon, por edhe gëzohet me ata që gëzohen.